Po të lexosh planin e luftimeve, është i llahtarshëm, plani. Unë e kam botu, e kam gjetë mas shumë vitesh në arkivin e forcave të armatosura. Po? Në atë kohë, vetëm qarkullë dhe llafe që ekziston, por sigurisht unë nuk e kam... Plani luftimeve për sulmuar jugun. Po, Kush e hartoi? është pa firmë. Pa firmë. Pa firma, vetëm shtabi i operacionit. Kështu është me harta, me hollësi do të sulmohet. Ai planifikonte detajt për të sulmuar të gjitha zonat. Me hollësi, deri dhe listat e njerëzve që do të pushkatoheshin. Deri përdorimi i lëndëve helmuse që me konvent ndërkombëtar është ndalume. Po, nxori zoti Rakipi dhe u tallën. Nuk e di kush e ka nxjerr, por edhe një herë. Do të lista e personave që do ekzekutojnë. Kartohen listat që do të eliminohen. Ishin listat aty? Ja, plani ishin kartohen listat që të ekzekutoheshin persona. Eliminoheshin. Të eliminoheshin. Po personat çfarë profesionin këta? Këto që kishin ngrit kry kundër rebelët. Po.